Të gjitha falendrimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me komentimin e ajetit 90 të surës Nahl, duke shku fjalë pas fjale të këtij ajeti kuranor, një ajet me të cilin përmbyllet hutbja, çdo kund ku mbahet hutbja, pra fjala është për ajetin inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, që me të vërtetë Allahu e urdhnon drejtësinë. Dhe për drejtësinë folëm di hutbe. Pastaj thot Allahu dhe mirëbërësinë. Allahu urdhnon drejtësinë, mirëbërësinë, ndihmën e të afërmve. Të janë tre. Pastaj ndalon nga amoraliteti, nga punët e shëmtuara dhe nga shtypja e njerëzve. Edhe unë thash që do të flasim për secilin pikë prej këtyre pikave të përmendura në këtë ajet nga një hutbe të veçantë. Sot do të flasim për ihsanin, mirëbërësia. Mirëbërësia. I ka dy kuptime. Një me bë punë të mira, e dyta punët e mira mi bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Që kjo quhet ihsan. Pra me bë mirë, ose atë mirën me bo mas mirë ti që mundesh. Tu di kuptimet i përfshin fjala mirëbërësi, që i përfshin faktikisht në gjuhën arabe, që quhet ihsan. Se fjala hasen, do të thonë mirë. Ihsan është me bo diçka mirë, me bo diçka të mirë. Dhe kjo është qëllimi i ekzistimit tonë. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I madhruar është Allahu, i madhruar është ai në dorën e të cilit është mbretënia. Ai që ka kriju vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se kush prej jush ka me bo më mirë, vepra më të mira kush ka me bo. Pra qëllimi jonë nuk është veç me bo mirë, po qëllimi është me bo të mirën mas mirëti që mundet mu bo. Mirë, parashtrohet pyetja, as mjafton vetëm drejtësia për me lulëzu një shoqni, se Allahu urdhnon drejtësinë dhe ka thonë dhe mirëbërësinë. Ja, as mjafton veç drejtësia. Ka momente do të me ka një mirë. Çka nëse dikush për shembull ta ka poni pa drejtësi? Drejtësia e lip me gjyku ata. Mirëbërësia vjen në shprehje këtu pastaj që ti mja falë atij për shembull. Mu tregu i mirë. Jo çdo njeri që ban një gabim ndaj teje, pa qare 100% me zbatu drejtësinë ndaj atij. Ka diçka më e lartë se drejtësia. Normal, kjo nuk është obligim. Nuk është obligim. Mirë po, një shoqni, një popull, për mi pas që këto vlera, duhet me konë një i drejtë. Edhe thamë se drejtësia është themeli. Vjen për para arsimit, për para ekonomisë, për para kitë punëve tjera, vjen drejtësia. S'ka drejtësisë, s'janë ato tjerat. Mirë po pastaj vjen zemërgjansia, mas drejtësisë. Në më thonë, me konë i mirë, me konë tolerant, edhe mu mundu dhe njëherë me fliju vetën, unin, egon, në më thonë, për tjetrin. Për tjetrin. Pse? Se thash unë drejtësia kërkon dhe njerë ndoshta me dënu dikan i cili ka bo një gabim të caktuar. Një gabim të caktuar ndaj teje. E këtu vjen në shprehje bamirësia ose mirëbërësia që i themi. Kjo është, do me thonë, si hyrje. Tash, mirëbërësia ose el ihsan, nëse është në raport me Allah, se ne kemi obligim që këtë mirëbërësinë edhe në raport me Zotin, në raport me vetveten dhe në raport me njerëzit tjerë. Nëse është në raport me Allahun, e nënkupton gradën më të lartë të imanit. Pra njeri duhet me bo punë të mira, me luftu me vetën, me pastru shpirtin, mu largu prej gjunaheve, vazhdimisht, derisa të arrije në kulmin e ihsanit ose mirëbërësisë. Se feja jonë është me shkallë. Shkalla e parë kush e thot shahadetin, hinë këtë fe.
ama nuk i ban obligimet. Diçka ban, diçka le. Kjo është shkalla e Islamit. Kati i dytë, ose shkalla e dytë që është pak më e vogël, është shkalla e imanit, njerëzit të cilët janë përpikt. Ndërsa shkalla e tretë është shkalla e ihsanit, që do me thonë se punët, me konë i pari në çdo punë të mirë. Pa marrë parasysh, a është obligim, a është vullnetarisht. Kjo quhet ihsan. Si e ka definu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ihsanin? Ka thënë, kur është pyet nga Xhibrili, se Xhibrili i paraqitet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në formë të njerit dhe i parashtron pyetje, e pyet çka është Islami, çka është imani, i përgjigjet pejgamberit dhe i thotë çka është ihsani. Mirëbërësia, demek në raport me Zotin. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam en ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Që do me thonë në gjuhën shqipe, ta adhurosh Allahun si kur je duke e pa ata, edhe pse ti nuk e sheh ata, ai që ti. Në raport me Zotin, çka qenë ka mirëbërësia, do me thonë ti çaq mirë që e ban ibadetin, sa që dhe çaq i mirë je, do me thonë në raportin tanë me krijuesin, sa që ti adhuron ata si kur me e pa. A ki dyshime? Ja. A ki neglizhencë? Ja. A ki gaflet? Ja. A ki dembelizëm? Ja. Pra je, në me thonë, në raport me Zotin, në kulmin e asaj që quhet e mundshmes. Në me thonë që mundet me bo njeri. Edhe këtë normal, kjo është shkalla e tretë e feston, edhe këtu pak mërin. Këtu janë njerëz të rrallë që mundën me mri deri në këtë drejtë sa që me bo ibadet Allahun sigurisht me po. Kjo është në raport me Zotin. Në raport me veten, me bo mirë, më së pari, ai që përfiton nga mirësia kur e ban, është nefsi, vetja jote. Me bo mirë, do me thonë, mi bo mirë vetës. Ti kur i ban mirë tjetrit, ti ki bo mirë vetës. Me nal veten prej punëve të këqija, mos me shkatru, mos me degeneru, mos me lajthit, mos me çun dalalet, mos me lën ngaflet, mos me lën punë të këqija, do ti ki bo mirë vetës. E Allahu i do që këta. Për qatë, in ahsentum li anfusikum. Thotë Allah, nëse bëjni mirë, i keni bo mirë vetës. Pra ti kur ban mirë, ndoshtë ndaj tjerve, ose kur ban mirë duke u largu prej gjunave, ti ki bo mirë vetë vetës. Në me thonë, ja ki dhonë një hedije vetë vetës. A është e mundër, po, mirë bërësia dhe ndaj vetës është kërkume, është vajxhip. Ne kemi për obligim me rujt vetën, për para se mi rujt tjertë. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, amenu, ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruajeni vetë vetën tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. Është me rujt vetën për zjarri. Në njeri cili është shumë tolerant, shumë liberal, thotë jo, une nuk jam shumë, nuk kufizohem shumë me këto obligimet fetare. Zban, halal, haram, nuk merrem unë. Dhe me thonë, i ka bo keq vetës. Gjithashtu në raport me vetë vetën është mirësia, ose mirëbërësia, kur punën të cilin duhesh me e bë, e përsos. Allahu e do që ketë. Punën tënde, përgjithësinë tënde, që e ke me bo mirë, mos me bo shkele shka. Qoftë prej punëve të dunjas, qoftë prej punëve të ahiretit. Dush me bo punën mirë. Thotë pejgamberi sa inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu do që kur dikush ta bëjë një punë, ta përsose. Ta përsose në kuptimin e të mundshmes, se njerëzit janë të mangët, s'ka njerë pa gabime, mirë po, dhe me këta bëje mas mirë ti që është e mundër, se cili punën e vetë, se cili detyren e vetë, se cili postin e, duke fillu prej postit më të nartë udhëhecit, deri te posti më i ullet që është, me rujt një derë dikun, për qenë ose me, pa marë parasysh që mund të themi prej punëve dënjas, duhet me bo me emanet, me përgjithësi, me drejtësi, me sinceritet. Dhe aspekti i treti mirëbërësis, duke mos dashur që të zgjatëm, është njerëzve mi u bo mirë. Që kjo është, në me thonë, ihsani. Njerëzve mi u bo mirë sa të kesh mundësi. Sa të kesh mundësi. Nuk mund e shkurgjo me bo. Nuk mund e shkurgjo me bo. Spaku, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos përçmoni, pra mos e nënvlerësoni
asnjë vepër të mirë, qoftë edhe duke e taku vllaun tënd duke qenë i buzëqeshur me një jetë. S'munesh kur gjo me bo. A munesh me kontribu me vlla me boket, me bo një xhami, me zgjidh një problem, me lajt një barq, me shembull, punë të ndryshme, me majt një familje fukara, me ndihmu një jetimit, me ndihmu një studentit. A munesh, valla s'muna. S'munesh kur gjo? S'munesh. Tamam. A munesh vlla me i buzëqesh muslimanëve me mos i këshirë si armiq? A munesh me i buzëqesh? Po edhe kjo është një kontribut për mirësi. Kjo është ajo minimalja që duhet ta bëjmë me njëri tjetrin. Jo për shembull me këshirë tjerë si dushman. Kjo ndodh më shumë te hajvanati, subhanallahu. Do thonë te hajvanati me bën ja çuni një kafsh, në me thonë që se njofir, ata e sulmojnë kafsh. Ne jena insan, sidomos ne musliman, duhet me ndëru muslimanin, duhet me ndihmu, duhet me buzëqesh, duhet me ia thonë një fjalë të mirë, për çfarë kemi selamin. E kemi selam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju, mëshira dhe bekimet e Allahut. Do të thosh përshëndetje, për çfarë do është përshëndetje e xhenetit. Në raport me tjerë duhet me këshirë me ndihmu. Duhet me mundu për shembull dikujt hallet, më thonë me ja çajt ose me ndihmu dikujt që mi te kalu problemet të cilat i ka. Për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë? Me shku me vllajin tem, ka thonë sa. Me shku me ecë dikun, për m'ia kry një nevojë vllau tim, është më e dashur për mua se me bë itikaf në xhamin time një muaj, që çfarë kuptime. E që kjo është muslimani, me këshill më ndihmu tjerëve, pa interes, me ndihmu ka dikush një hall, ka një problem. Nuk mundesh kur gjo mi thonë, mundohemi ja thonë një fjalë të amël. Po nëse ke mundësi, ke aftësi, ke në me thonë raporte, lidhje, në me thonë e kështu me radhë, rrethona të ndryshme që të bëjnë ty ndoshta më të themi fuqishëm në thonë disa aspekte saj, mundohemi i kry një punë. Në thonë në çket na mëson feja islam. Kush i ndihmon vllaut vet, Allahu i ndihmon atij. Kjo është mirësia që ne duhet me përhap mes vetë. Jo armiqësia, jo urrëtia, jo shikimi i shtrenjtë, jo do me thonë sharjet, jo përçarjet. Për çka? Për punë të krejt të kota, për punë të pavlefshme. Pra Allahu subhanahu wa taala na urdhnon që ne të jemi të mirë. Madje kjo mirësia e ka përmend një shembull pejgamberi dhe aty ku nuk parafitirohet. Çka ka thonë pejgamberi? Ka thonë inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allahu e ka bë obligim mirëbërësin në çdo gjë. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Që do thonë, Allahu e ka bë obligim mirëbërësin në çdo gjë. Kjo shpirti, sigur shpirti që është në çdo gjallës. Çashtu e ka bë Allahu mirëbërësin në çdo vepër. Ka thonë Allahu e ka bë obligim mirëbërësin në çdo gjë. Kur të vrisni në mënyrë të mirë, dhe kur therni në mënyrë të mirë, le ta spreh ndonjëri prej ushtikën dhe le ta rehatoj kafshën. Mirë, kur të vritni, do me thonë se në sheriat parashihet dënimi me vdekje, për shumë vrasësi, do me thonë gjykata islame e vret, ama nuk guxon me bo kërdim mbi trupin e tij. Nuk guxon për shembull me dëmtu, do me thonë me gjymtu trupin e kriminalit, ose të armikut në luftë. Por shumë nëse armikun e vret në luftë, ushtria muslimane e vret ndonjënin prej ushtarëve të armiqve, nuk lejo që trupin me gjymtu dhe me bo kërdim mbi ta, me prej hunën, me prej gishta, sikur se bajnë, do me thonë këtë armiqte fesë islame, sikur se bajnë jo musliman me musliman, me gjymtu trupin dhe me bo kërdim mbi ta. Kjo nuk lejo në islam. Pra kur të vrisni, atër kur lejohet vrasja, si pas shariatit, vrisni në mënyrë më të mirë. Dhe kur therni, më thonë e therë kurbanin, e therë një kafsh për ushqim, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thonë vritni në mënyrën, therni në mënyrën më të mirë. E ka përmend therjen, që dy, shaka ma ketë se sa me marrë shpirtin dikuj. S'ka, është e leju me kafshat me therë për ushqim, vetëm se jo mi maltretu. Ka thonë kur therni në mënyrën më të mirë.
edhe me spre thikën dhe me rahatu kafshën. Me rahatu kafshën, jo me maltretu kafshën, do me thonë me një thikë, do me thonë që spret. Ose me i bot, do me thonë me azon frimën, ose për qatë nuk lejohet disa forma të therjes që janë maltretim për kafshën, nuk lejohet. Këtu, nëse këtu duhet me konë njeri mirëbërës, nëse në therje duhet me konë mirëbërës. Atër çka ta merr mendja në situatat dhe rrethana tjera. Jo më kot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend therje, për me tregu se në punë tjera, në krejt punë tjera, duhet me sinu besimtari mirësin, ose mirëbërësin. Allahu na bëft për tyre. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.